حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Allahun e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë, falje, mëshirë, begati, mirësi kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe që do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat të pranishëm, kur Allahu flet për agjërimin në një ajet, ku flet për agjërimin, Allahu e ka përfunduar dhe ka thonë: "Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dhe madhërojeni Allahun për arsye se ju dha udhëzim në mënyrë që të jeni falëndërues. Si e madhërojmë ne Allahun e madhërojmë me tekbire në fund të Ramazanit. Tekbire që i bëjmë për Bajram, ne i bëjmë për arsye se Allahu na ka dhënë udhëzim. Sa njerëz ka të cilët nuk e kanë agjëruar Ramazanin, nuk e kanë përjetuar dhe nuk e kanë shiju për arsye se nuk e kanë titullin më shtrenjtë në botë, nuk e kanë titullin musliman. Allahu nuk ja ka mundsuar që të gjenden në ombrellën e Islamit. Prandaj ne e madhrojmë Allahun, që na ka mundsuar me qenë të udhëzuar, me përjetu Ramazanin dhe me i bëjmë ibadet Allahut ashtu sikurse që i ka hyrë. Mirë po shtrohet pyetja, çka do të thotë udhëzim? Udhëzimi do të thotë që njeriu të jetojë sipas parimeve dhe porosive të Islamit, të bëjë atë që Allahu e ka urdhëruar dhe ta ndalojë atë që Allahu e ka urdhëruar që ta ndalojë. Prandaj Allahu ka thënë në lidhje me udhëzimin në ajet kuranor: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. Këndon Allahu me e udhëzuar. Allahu i azgjeron gjoksin për ta pranuar Islamin dhe këndon Allahu me e humbë. Ja bën gjoksin e ngushtë dhe i duket vetja sikurse që është duke u nxit në qiell. Në shikim të parë, kjo ajet nuk kuptohet se çka ka dashur të thotë Allahu kur e sjell shembullin dhe thotë sikurse në nxit në qiell i duket ai i cili nuk është i udhëzuar dhe ka shpirtin dhe gjoksin e tij të ngushtë. Por neve shkencëtarët na kanë thonë me vonesë se njeriu kur ngjitet në qiell e ka të vështirë që të merr ajër, që të merr oksigjen, pasi që nuk ka oksigjen. Sa më lart që ngjitet njeriu, nuk mundet me marrë frymë dhe i ngushtohet gjoksi i tij. E këtë fakt Allahu e ka treguar para 1400 vjetëve në Kur'an. Mirë po dobësia jonë është që na nuk e marrni guximin me humbtu Kur'anin, fjalën e Allahut, dhe të tjerët e bëjnë këto, kur të tjerët e bëjnë ne themi po, kjo është në Kur'an. Mirë po na nuk i kemi përveç drejt edhe me zbulu se kjo ka qenë në Kur'an. Prandaj duhet me punu me Kur'an, me fjalën e Allahut dhe jo me ndetë. Jo rasisht ndodhen vërshime në Kosovë para disa viteve dhe shumë një gazetar që të bëjnë intervistë i thot atij djalit çka ka ndodhur,
thot ishmi në punë duke nejtë. Nuk thot ishmi në punë duke punu, thot ishmi në punë duke nejtë. Nuk mundet me shku njëri në punë edhe me nejtë. Në punë shkohët me punu. A më shumë e bon, kjo është realiteti në cilin jetojnë nga. Sahabët nuk e kanë ditë se në qelë, pra nuk ka ajrë. Nuk mundet njeriu me marrë frimë. Mirë po na e dimë, dhe kjo është argument. Ai cili ka pak logjik me këtë ajet kuranor e pranon Islamin dhe e pranon se Islami është fe vetëm e pranuar te Allahu. Pastaj, çfarë është rreziku i atyre të cilët nuk janë të udhëzuar dhe kanë kthy shpinën udhëzimit të Allahut. Allahu thotë: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, do të ketë jetë të vështirë. Do të ketë jetë të vështirë. Jeta e tij nuk do të jetë e lehtë. Pastaj Allahu thotë: "Në ditën e Kiametit do ta ringjallin të verbër." Dhe do të thotë ai: "Pse o Zoti jam, më ringjallet të verbër kur unë shifja në dunja." Njeriu që ja ka kthy shpinën Kur'an, udhëzimit të Allahut, në ditën e Kiametit, në ditën e gjykimit, do të ringjallet i verbër. E vetmja arsye se ky njeri do të gjallet i verbër, është se i ka mbyllë syt para udhëzimit të Allahut. Vetëm kjo arsye do t'ja mundsoj që ai të ringjallet i verbër në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, ka njerëz në këtë dunjë që Allahu i ka sprovuar me shikim. Allahu ka marrë shikimin. Mirë po ka thonë: "Idha btalaitu 'abdi bi habibatayhi fa sabara awadtuhu minhuma al-janna." Kur e sprovoj robin tim me dy të dashurit e tij, ka për qëllim me dy sit e tij, dhe ai bën sabër, si shpërblim thotë do t'ja jap xhenet. Ka njerëz të nderuar xhamati, që në këtë dunjë Allahu ja ka marrë shikimin. Mirë për dunjë, në ahiret tjetër do t'ja jep Allahu shikimin dhe do t'ja jep xhenet. Mirë po ka njerëz që në këtë dunjë shohin, Allahu ja ka dhënë shikimin. Mirë po do të ringjallen të verbër në ditën e gjykimit. E vetëmi shpëtim për neve është të jetojmë sipas Islamit, sipas programit dhe sistemit që e ka paraqur Allahu për neve. Pasi që Allahu ka thonë: "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Kush do që kërkon fe tjetër përpos Islamit, nuk do t'i pranohet, do t'i refuzohet, dhe në ditën e gjykimit në ahiret do të jetë prej të humbërve. Po ashtu Allahu ka thonë: "Inna dina inda Allahi al-Islam." Me të vërtet febet me pranuar dhe shkallët të Allahu është Islami. Në ditën e Arafatit, në haxhin e lamtumirës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mbajt një hutbën e tij të fundit, fjalimin e tij të fundit para 124.000 muslimanëve. Mes tjerash Allahu ja ka shkallë edhe një prej ajeteve të fundit të Kuranit dhe ka thënë: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Sot u kam përsosur këtë juve fen tuaj dhe kam plotësuar dhuntin që kam ndaj jush dhe kam përzgjedhur për ju Islamin për fen tuaj. Këtu kuptojmë se Islami ka mbaruar. Edhe Isa a.s. kur do të vjen, kur do të flet në tokë, Isa a.s. do të gjykojë dhe do të shëndojë me shariatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me Kur'an dhe në mësimet e Islamit. Mos harroni se Allahu për neve ka thënë: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Po ju jeni popullin më i mirë që keni dalë prej njerëzve, pasi që urdhroni për të mirë, ndaloni nga e keqja dhe besoni Allahun. Por më bëma të mirë na duhen tre elemente vështirave: me besu Allahun ashtu si duhet, me urdhëruar për të mirë dhe me ndaluar nga e keqja. E këtë kjo i na shpërndajë Islam. Të nderuar vëllezër, Islami e synon shpëtimin dhe lumturinë për njeriu. Vetëm një shembull se si Islami, se si Allahu e do lumturinë, do ta tregojmë dhe inshallah edhe pak do ta mbyllim. Në fund të Ramazanit, kur e përfundojmë Ramazanin, secili besimtar mërzitet, pak a shumë, gjithë secili prej neve duhet të jemi të mërzitur pasi që po shkon një muaj i madh, një muaj negative, një muaj i mirësive të shumta. Dhe Allahu për neve, për që na mos më mërzit, e ka bon fest, fetër bajrami. Prandaj ky Islam është fe madhështore. Allahu gjithnjë e do lumturinë për njeriu. Kjo lumturi arrihet vetëm nëse e ndjekim Islamin dhe porositë e Kur'anit familjar.
Nëse dojmë me fiku xhennetin, duhet me qenë patjetër musliman. Jo rastisht, në çdo hutbe na lexojmë ajetin kur thonë ja eyyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, keni frikë Allahut, me një frikë të vërtetë, me një frikë të sinqertë dhe mos vdesni pos duke qenë musliman. Me shkurt të Allahut tjetër fort të pret xhehenemi. E atje në xhehenem edhe ata të tjerët, jo besimtarët, do të kishin dashur ditën e gjykimit që të jenë musliman. Dhe do të thotë, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, për neve edhe na kish me kon musliman. Mirë po kjo do të jetë vonë. Vonë nuk pranohet mendimi, nuk pranohet kërkimfalje. Këto do ta thojnë në momentin kur Allahu do t'i nxjerrë besimtarët nga zjarri i xhehenemit dhe do të futni në xhennet të gjithë ata të cilët kanë iman dhe kanë besim në zemrat e tyre, dhe pastaj jo besimtarët do të thonë, edhe na të shmikon musliman. Mirë po është vonë, sepse i kanë mbyll sin para udhëzimeve dhe porosive të Allahut. Allahu inshallah na mëson xhennetin, për të cilin ka thënë a'adtu li ibadi salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kam përgatitur për robërit e mi të mirë, atë që syrin nuk e ka pa, veshin nuk e ka dëgjuar dhe mendja njeriu nuk ka arrit ende me paramendu. Inshallah Allahu na mëson që të bashkohemi në xhennet dhe të hyjmë në xhennet pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe atje do ta vrejmë se sa shumë na ka begatuar Allahu me këtë udhëzim islam që na e ka dhënë. Allahu ju shpërblet për vëmendje. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.